sikurse edhe ju bashk, I kemi parë qëndrimet e partive politike në vitin e kaluar. Pra, qëndrimet të cilat më shumë blokojnë se sa japin zgjidhje, e dim, do me thënë, rezultatin që e prodhojnë. Prandaj, pa paragjykim për qëndrimet e partive politike, si që keni parë, qëllimi ka qenë që ta kemi një figurë që merr mbështetje nga ana e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe që siguron 80 vota në kuti. I dim po ashtu dhe përgjigjet pra e palëve në këtë drejtim. Unë nuk po paragjykoj qëndrimet e subjekteve politike, vetëm për mua qëndrimet të cilat blokojnë nuk janë të mirësë ardhura. Asnjëra prej subjekteve politike mendoj që nuk duhet t'i thot dikuj që është vetëm kandidati im partijak, mi siguro të nënshkrimet e ma siguro dhe votën Kuvend të Republikës. Pra mendoj që nuk është në rregull që të mos dihet as emri, por siguroni nënshkrimet dhe votën në Kuvend të Republikës Kosovës. Mendoj që secila prej partive politike, pa paragjykim, duhet t'i braktisin qëndrimet e tilla, le të bëhemi bashk, le të mendojmë për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për interesat e Republikës së Kosovës, kemi shumë punë përpara. Vetëm situatat e vitit kaluar, mendoj që nuk ka nevojë që të na përsëriten. Në vetëvendosje ka pasur diskutime, nuk janë përmendur emra të përveçëm, përveç se ato që I ka përmendur publikisht kryeministri Kurti. E rëndësishme edhe një herë është që ta kemi parasysh secila prej partive politike që blokadat nuk na prodhojnë as një të mirë, as për qytetarët e Republikës së Kosovës, as për interesin tonë si shtet. Është rëndësishme pra që t'i kemi 80 vota në kuti në 2 raundet e para dhe në të tretin mjafton me 61. Le t'jenë të gjitha palët konstruktiv, pra pa propozime apo pa tendenca për të bllokuar zgjedhjen e presidentit. Aktgjykimi I gjykatës kushtetuese kërkon që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Pra, kërkesa që duhet jenë 80 vota është ndërlidhur me këtë. Pra, sepse gjykata kushtetuese I ka detyruar deputetët që të jenë nivelin e përgjegjësisë së tyre, pra të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Ç'kuptim ka 80-shi me rastin e presidentit Pacolli ish presidentit. Por, kjo është përsëritur edhe në aktgjykime tjera në lidhje me konstituimin e Kuvendit, që deputetët duhet jenë aty dhe të votojnë. Prandaj, kërkesa që 80 vota duhet jenë kuti, pavarësisht për kundër apo abstenim në 2 raundet e para, ndërlidhet me këtë, që është detyrimi I deputetëve që të jenë në sallë dhe të votojnë. Ju lutem që ti shihni aktgjykimet dhe ta shihni se gjithë deputetët e kanë për obligim që të jenë në sallë. Për çështje që ndërlidhen me atë që ka thënë kryeministri Kurti, e gjeni grupin parlamentar një kat më poshtë, unë fola shumë këtu, më shumë për përgjegjësinë që ka Kuvendi I Republikës së Kosovës, mund të mos jetë e lehtë as për ju, as për mua, por edhe unë duhet ta respektoj detyrën time. Po. Jam kryetare e Kuvendit, falenderoj deputetët për mbështetjen, as nuk është përmendur, as nuk do të përmendet. Faleminderit shumë.